Moderatorja e njohur Kiara Tito ka reaguar publikisht në rrjetet sociale ndaj një ndjekëse, e cila duket se ka përdorur gjuhën fyese ndaj saj. Çifti i njohur Kiara dhe Luizi po punon aktualisht për një projekt të përbashkët kinematografik që pritet të lançohet në vitin 2026, por vëmendja e madhe mediatike shoqërohet shpesh edhe me reagime jo dashamirëse nga individë të caktuar. Në një postim në Insta Story, Kiara ka publikuar emrin dhe foton e profilit të një zonje, duke shprehur habin se si dikush mund të përdorë fjalë të ulta ndaj një gruaje tjetër. Ajo theksoi se nëse një personazh nuk pëlqej, zgjidhja është injorimi dhe jo ofendimi, duke cilësuar veprimin si të turpshëm dhe duke kërkuar raportimin e profilit në fjalë. Ky qëndrim shënon një reagim të rrallë nga ana moderatores, e cila zakonisht zgjedh të mos përfshihet në replika publike me komentuese negativ. Nuk e kuptoj se çfarë mund të shtyjë këtë zonjë të përdorë fjalë kaq të ulta ndaj një femre tjetër, ku nuk të pëlqen një personazh e kalon dhe vazhdon rrugën tënde. Nuk të bie ndërmend të ulesh në nivelin e ofendimeve. Është e turpshme. Nëse Big Report, shkroi Kiara për krah fotos.